Në një atmosferë festive dhe të mbushur me aromat e kuzhinës tradicionale, Ulqini mirëpriti rikthimin e njërit prej manifestimeve më të dashura për vendasit dhe turistët, mbrëmjen tradicionale të kublave. Aktiviteti i cili prej vitesh ka qenë pjesë e identitetit kulturor dhe gastronomik të qytetit, këtë vit u organizuan nga organizata turistike Ulqinit në bashkëpunim me komunën e Ulqinit, duke sjellë një natë të veçantë në shërbim të turizmit dhe të trashëgimisë. Në ndritat e mbrëmjes dhe në prani të shumë vizitorëve, në qendër të vëmendje ishin padyshim kublat, një pjesë e shijshme tradicionale që përgatitet me përkushtim nga kuzhinierët më të njohur të Ulqinit. Ata ofruan jo vetëm receta autentike, por edhe dashurinë për traditën, duke i kthyer shijet e vjetra në një përvojë të re për të gjithë të pranishmit. Ngjarja u pasurua edhe me një program kulturor, ku performuan grupi Burimi dhe Plevalski Tamburashi, të cilët sollën tinguj të muzikës tradicionale dhe atmosferë karakteristike që vetëm një natë e tillë mund të ofrojë. Kad sam prošao prvom starom ulicom, pred jednu sam kuću stao, skrio se pa zaplakao. Da me ide, a kad me budu drugovi pijanoga otili, pred tom kućom otestaću i sve glasa zapjevaću, da kode su i pravu do sabor. Ovo je moja kuća, živio sam tu, ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovjek neki što mi uzme sve, stidi se čekate, ja nemam je. Ovo je moja kuća, živio sam tu, ono je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovjek neki što mi uzme sve, stidi se čekate, ja nemam je. Ky manifestim shënon një hap të rëndësishëm në promovimin e kulturës vendase dhe turizmit gjithvjetor në Ulqin, duke dëshmuar se trashëgimia e pasur kulturore dhe gatimet tradicionale janë pasuri që duhen ruajtur dhe ndarë me botën.